momentalisht nuk po ndihet ky reflekt, pra nuk kemi një reflektim, përkundrazi, të paktën edhe në kronika që unë kam parë janë shumë qytetarë të cilët e shikojnë pjesën pozitive edhe për zhvillimin e aktiviteteve të tyre. Dhe vetëm një shembull për shembull ishte një zonjë e cila ishte në moshën 102 vjeçe, një bariste, e cila e priste me kënaqësi. Bariste 102 vjeçe? 102 vjeçe. Ishte bariste dhe ajo kishte filluar punë që në moshën 18 vjeçë, nuk ishte larguar asnjëherë nga puna. Dhe ndjente dhe punonte pikërisht në këtë zonë dhe ndjente pikërisht këtë në Cortina apo jo? Urdhro? Në zonën e Cortinës? Po, në këtë zonë, në zonën e Korinës të Milanës, dhe ajo ndjente pjesën e kënaqësisë dhe krenarisë të saj që t'i ofronte atyre që vinë sportistët së tukujve, t'i ofronte Italinë e bukur. Pra, kjo është pjesa që po ndjen pjesën e qytetarëve për të ofruar dhe për të prezantuar tuajve atë bukuri që ka vendi. Në këtë pjesë ndaj e theksova që është më shumë një reflektim ose një luftë politike se sa në këtë rast që bëhet në skampe dhe çfarë do të ndodhi ose çfarë do të veprimi vendimi të marrë qeveria gjithmonë do jenë kundër, edhe pse mund mos kenë një alternativë, po gjithmonë kundër, por në aspektin e qytetarëve shikojnë si një gjë pozitive, përkundërzi kanë filluar të ndjejnë atë pjesën e krenarisë që ne, për shembull, në Itali deklarojnë që në pjesën e ndërtimeve të reja që janë bërë në kuadër të lëra publike është një nga pjesat më të mira në të gjithë botën, dhe kjo është një pjesë që do t'i qëndrojë, pra nuk janë pjesat të cilat të humbasin vlerë më pas, por përkundërzi ato qëndrojnë dhe i bëjmë të vendi të jenë më atraktiv edhe pas Olimpiadës, sepse bëhen edhe më të njohura. Dhe kjo është pjesa e elementit pozitiv.